Në zemër të Sierra Leones, 41 gradë, shiveni djersën që më bie çurk, si që themi ne, një fabrikë për prodhimin pra moderne për prodhimin e floririt. Ka 2 mënyra, artizanalia që doja të tregoj më pas, që sitet, dhe kjo fabrikë që ka ndërtuar Bakiu, investitor shqiptar. Kur është ndërtu kjo fabrikë? Para 4 vite. Para 4 vitesh, sa shkon si investim? 10 milion euro. 10 milion dollar. A doni ta dini si funksionon? Ja si prodhohet. Gjithë toka që po shihni këtu ka florin 9T. Sa metra gërmohet? Deri në 5-6 metra maksimum. 5-6 metra ka florin. Me tu gërmuar me eskavatorët që po shihni atje. Merret dhe vjen te kjo pajisje. Sitet, burët ikin përmes asnjë transportieri në atë drejtim. Rëra me floririn dhe me lëshohet uji dhe ecën këtu, përpunohet në për këto vaska që po shihni këtu, të cilat janë krejtësisht moderne, e përpunojnë dhe poshtë rëra ikën në një drejtim, uji që ka floririn sipër, pluskon floririn me ujë, shkon në drejtimin tjetër. Për 1 ton rër, sa florin nxirrni? Na e llogarit 1 gram per ton. 1 gram për 1 ton rër, 1 ton rër, 1 gram flori. Sa përpunonin ditë? Na i kena dikon 6.000 ton ditë. 6.000 ton ditë bëni llogarin vetë se sa kilogram, është pesheron sa kilogram flori. Në zemër të Sierra Leones, një fabrikë moderne për prodhimin e floririt, prodhimin artizanal ju a tregoj më pas. E gjithë kjo tokë që po shihni ka 9 flori. Prandaj themi toka është flori këtu. Pa kitë sbar. 41 gradë.